Fejesa e princit Leka Zogu 2, 43 vjeç, me fotografen Blerta Celibashi, 27 vjeç, ka tërhequr vëmendjen e mediave ndërkombëtare. Revista franceze Point de Vue i ka kushtuar një shkrim ceremonisë private që u zhvillua më 11 tetor në plazhin e Ksamilit. Në ngjarjen intime morën pjesë rreth 70 miq dhe të afërm, përfshirë edhe vajzën e princit nga martesa e mëparshme me Elia Zaharian, Geraldina, e cila më 22 tetor festoi ditëlindjen e 5. Ceremonia u mbajt në një kompleks luksos dhe princi ngriti dollin e parë duke falendëruar të ftuarit në anglisht, ndërsa Blerta foli në shqip. Çifti shkëmbeu unaza, njëra prej të cilave mbante shkrimin "Dashuria i duron të gjitha" dhe zhvilloi vallëzimin e tyre të parë si çift i fejuar. Në një intervistë për revistën, princi Leka dhe Blerta Celibashi ndan përjetimet dhe pritshmëritë për të ardhmen. Princ Leka theksoi se fejesa reflektoi sinqeritetin dhe thjeshtësinë e tyre dhe shprehu dëshirën për të vazhduar jetën duke kontribuar për Shqipërinë dhe popullin shqiptar, ndërsa Blerta vlerësoi integritetin, durimin dhe përkushtimin e Lekës.